Shoqata kombëtare e transportit qytetas dhe ajo e transportit urban dhe interurban kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet për disbursimin e kompensimit për karburantin për muajt mars, prill dhe maj 2026. Në një letër drejtuar Ministrisë së Financave, asaj të Ekonomisë, Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe pushtetit vendor, ato ngren shqetësimin se pavarësisht se kanë plotësuar dokumentacionin, ende nuk kanë përfituar masën financiare të kompensimit të naftës. Vendimi miratuar më herët nga qeveria parashikon kompensim të operatorëve në masën 50 lekë për litër karburant për sasinë e karburantit konsumuar gjatë këtyre muajve. Në letër theksohet se operatorët kanë përmbushur detyrimet që lidhen me dokumentimin e aktivitetit të transportit, sasitë e karburantit konsumuar dhe elementë të tjera të kërkuara për përfitimin e kompensimit. Por pavarësisht përmbushjes së këtyre procedurave dhe faktit që masa e kompensimit është miratuar me vendim të Këshillit Ministrave, operatorët vijojnë të mos e kenë përfituar financiarisht këtë kompensim për 3 muajt përkatës. Kjo situatë po krijon vështirësi të konsiderueshme në administrimin financiar të operatorëve, të cilët në pritje të zbatimit të vendimit dhe disbursimit të kompensimit kanë vijuar të përballojnë me burimet e tyre financiare kostot e aktivitetit, duke garantuar vazhdimsinë e shërbimit të transportit publik për qytetarët. Sipas operatorëve, çmimi i karburantit vijon të qëndrojë në nivelet krahasueshme me ato të muajve për cilët u miratua kompensimi, duke ruajtur të njëjtën barë financiare. Për rrjedhoj, operatorët janë duke u përballur me një mungesë të vazhdueshme likuiditeti dhe me rritje të kostove operative, duke cënuar drejt për drejt mundësinë për të mbajtur në qarkullim të gjithë flotën e mjeteve të nevojshme për realizimin normal të shërbimit publik. Përveç disbursimit të menjëhershëm të shumës së miratuar për muajt mars, prill dhe maj, dy shoqatat kërkojnë që skema mbështetjes financiare të vijojë edhe pas muajit maj, përsa që çmimet e karburantit dhe kushtet ekonomike që justifikuan ndërhyrjen e qeverisë vazhdojnë të jenë të pranishme. Në rast se nuk do të ketë një reagim konkret dhe në kohë nga institucionet përgjegjëse për zgjidhjen e situatës, operatorët e përfaqësuar nga të dyja shoqatat do të detyrohen të rishikojnë kapacitetet operative dhe numrin e mjeteve të transportit publik që mund të nxjerrin në qarkullim në përputhje me mundësitë reale financiare dhe operative të secilit operator. Duke vlerësuar rëndësinë sociale dhe ekonomike të transportit publik dhe ndikimin që ka çdo reduktim i kapaciteteve tek qytetarët drejt për drejt, ne presim një trajtim me prioritet të kësaj kërkese dhe një përgjigje konkrete nga institucionet përgjegjëse, e përfundojnë reagimin e tyre dy shoqatat.